Zoti Maltezi thot se në këtë seancë janë shkelur procedurat pasi kreu i Partisë Demokratike Berisha pra nuk u njoftua për seancën sikurse parashikon kodi i procedurës penale të paktën 10 ditë para. Po ashtu dhe prokurori i çështjes Arben Kraja thot se seanca nuk mund të zhvillohet përderisa nuk është njoftuar zoti Berisha. Pyetja që kam zoti Petre, si shpjegohet që në seancën e parë të një çështje kaq të madhe sikurse është Partizani të mos respektohen rregullat, pra të shkelen rregullat. Zoti Berisha të mos njoftohet para 10 ditëve sikurse përcakton kodi. Ajo që shikoj unë, Bruna, ne besoj e kemi diskutuar bashkë në fundit nëse e mban mend pjesën e gjyqtares Ulluri. E kemi diskutuar bashkë në studio. Kemi rastësisht e kemi prekur atë situatë, gjë për të cilën sot ajo ka marrë një veprim, jo sot, po shumë ditë më përpara. Prandaj dhe procedura e njoftimit për zotin Berisha nuk është bërë, sepse minimalisht ajo ka kërkuar dhe ka relatuar dorëheqjen me fjalë që i përket pjesës të cilën i ka kërkuar gjykatës dhe i ka relatuar situatën e vet që përse do të japi dorëheqjen. Besoj ju e mbani mend që ne kemi diskutuar në këtë pikë nëse do ta shikoj, të arsyeshme ajo do të japi dorëheqjen. Kështu që në momentin që nuk kemi një është caktuar gjyqtari me short, është caktuar dhe dapor, nuk janë bërë njoftimet, mendoj unë, për arsye të kërkesës për dorëheqje nga ana e gjyqtarit që të trupit gjykus. Pra, kjo është situata, mendoj, duke di se çfarë shkaqe të tjera mund të ketë, por që tani pritet vendimi i kryetarit gjykatës nga një gjyqtar tjetër, i cili do të gjykojë. Po, është lënë për në datën 7 korrik, ku do të shqyrtohet dhe kërkesa e zonjës Ulliri, gjyqtares së çështjes, për dorëheqje apo jo. Kjo është ajo për të cilën ne po flasim dhe si shpjegoni, me që se e përmendë zoti Petraj, që kërkoi dorëheqje sepse zonja Ulliri, pra avokatja, është kushurir me deputeten demokrate Andja Ulliri. Do me thënë, me që se janë kushurirat, përse duhet jap dorëheqjen? Si e shpjegoni? Çfarë kemi të bëjmë tu me konflikt interesi? Jo, pavarësisht se ka relatuar në të formë, është pjesë morale, krejt normale, por mos duke qenë këto rrethana të cilat jo një personazh brenda Partisë Demokratike, jo deputete, janë ekzistuar të marrëdhëniet që janë brenda Partisë Demokratike dhe zoti Berisha është kryetar. Ajo ka menduar të jap dorëheqjen është një veprim krejt moral dhe normal që mos të komplikoj procesin dhe mos të paragjykoj procesin në tërësi dhe në themelë. Pra, unë e quaj krejt normale këtë veprim. Nuk e di Bruna, kemi qenë bashkë mos ne bojmë para një 2 javësh dhe kemi diskutuar këtë situatë, që edhe një nga pyetjet që më ke bërë kjo është, a mundet të zonja Ulliri të drejtoj këtë proces, dhe në kanë thënë që moralisht jo. Dhe kjo ka qenë situata dhe faktikisht, me qenë se jemi në një përse? Edhe pak të ta sqarojmë, po përse jo? Gjyqtarja është kushurir me një deputete të Partisë Demokratike. Sa implikon kjo çështjen? Ose përtej kësaj, një avokat, një prokuror, një gjyqtar, a mundet që ta bëj këtë ndarjen mes lidhjeve familjare, lidhjeve farefisnore dhe profesionit? Sa e vështirë apo e thjeshtë është, avokat? Edhe një ligjërisht, zonja Ulluri nuk mund të japi dorëheqjen. Po, ligjërisht. Kemi pjesë të konfliktit interesit. Ligjërisht. Moralisht, ajo ka kërkuar dorëheqjen moralisht. Pra këtu jemi te pjesa e procedurës të mos
agravimit dhe polarizimit të mëtejshëm të procesit, i cili mund të kalojë nëpër filtrat para gjykimit, dhe keqkuptimeve të cilat dhe bëjmë procesin ndoshta edhe më qesharak, por që nëse ajo do të rrinte,